Kështu që mu deshë të rinte 3 ditë në reanimacion, po nuk është se u tromba shumë. Pse, Kristin, pse gjykuan ata? Si mbas mjekëve kishte mushkrit të mbushura me ujë dhe nuk kishte fuqi që ta përballonte ajrin edhe duhet që të merrte. Sa po kishte dalë operacioni kishte pirë në të dy gjinte tu. Po, dhe mua kjo nuk më bëri që të shqetësohesha shumë sepse e pa që goca ishte mirë, e kupton? Po megjithatë mjekët. A dyshove ti në këtë rast? Pate një lloj dyshimi, pse po e bënën? Ti ke bërë në spital privat? Po, unë kam lindur në spital privat herën. Me thënë të drejtën, në atë moment jo, se ti mendon vetëm për shëndetin, thua që beson, je në dorën e mjekëve dhe mendon që ata ashtu e gjykojnë, është me mira patjetër. Dhe unë i thash që nëse duhet të shqetësohen, ma thuaj, mos ma kurse. Reagimi i mjekës ishte që jo, vetëm që s'do e kesh në dhomë. Në fakt, e gjykuan pak që ndoshta ishte një veprim i nxituar nga ana e spitalit, po megjithatë,